Pas mesazheve të shumta në harkun e këtyre 20 ditëve, 3 gjëra për t'i ndarë me ju. E para, unë nuk kam asnjë lloj arsye që të largohem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste të Shqipërisë për tepër të dalë i pavarur. Do të ketë logjik çdo gjë. Askush nga ju nuk e beson që po të largohem nga grupi parlamentar i PS-s, unë do jem i pavarur. Unë nuk mund të jem i pavarur. S'ka gjas që unë të jem i pavarur. Kam qenë nga themelimi i Partisë Socialiste për 35 vite që militoj si socialist, si antar i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në tjetër, unë jam partizan. Unë nuk jam një njeri neutral. Unë jam një njeri që mbaj qëndrime. Neutraliteti do të ishte elementi kyç i të pavarurit. Kurse, për të vërtetat, unë mbaj qëndrime. Nuk i bëj bisht. Edhe një arsye më shumë, që asnjë nga ju s'do më besonte se do isha i pavarur. E dyta që është po kaq e rëndësishme. Unë nuk jap dorëheqjen si deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Jo vetëm prej faktit që nuk jam deputet i listës së mbyllur, po jam deputet i zgjedhur me votë, po edhe për të respektuar ata 25.000 njerëz, një për një, emër për emër, që më votuan, që më besuan të bëj këtë punë. Në qoftë se s'do ta kisha bërë punën e deputetit në harkun e 10 muajve, po, patjetër, do duhet ta kisha dhënë dorëheqjen. Po sot unë nuk di njeri në 105 që nuk e di se kush është deputeti. Madje nuk di njeri në Tiranë që mos ta di që Erion Braçë është deputeti i Tiranës. Ashtu siç nuk di njeri në 105, po edhe në njësi të tjera, që të thotë, ky deputeti nuk më ka ardhur në njësi, nuk më ka ardhur në lagje, nuk më ka ardhur në blok, nuk më ka ardhur në rrugë, nuk më ka ardhur në rrugic, nuk më ka ardhur poshtë pallatit, nuk më ka ardhur në shtëpi. Apo ky deputeti nuk më ka përfaqësuar Kuvendin e Shqipërisë për të gjitha ato që janë shqetësimet e mia të përditshme e publike. E treta gjë, dhe kjo është e lidhur me dy të parat, po kaq e rëndësishme, jo, unë nuk dal në protestë. Nuk dua asnjë lloj përfitimi politik nga protesta. Zero. Unë nuk jam ata deputetët që shihni atje, apo ata kryetarët e partive politike që shihni atje. Jo, unë jam deputeti i Partisë Socialiste të Shqipërisë, që kam vendin tim, kam zërin tim, kam angazhimin tim, publik, të qartë, të fortë, mbështetur në të vërtetën dhe në atë që qytetarët kërkojnë, përballë partisë time, përballë qeverisë time, në sallën e Kuvendit dhe në çdo ambient tjetër ku ne mblidhemi. Siç të shtunën për gati 30 minuta në mbledhjen e përbashkët grupit parlamentar të Partisë Socialiste